po përmbyllëm një mbledhje koordinimi në Komitetin e Emergjencave të Vlorës, në drejtimin e prefektes kryetares bashkisë dhe me prezencën e forcave të armatosura dhe të emergjencave civile. Kemi bërë planin e masave, sidomos për 3 fshatrat kryesor që kanë rrezikshmëri të lartë në këto momente në Grykderdhjen e Vjosës, Fitore, Bishan dhe Novosel, dhe së bashku me kryepleq dhe institucionet qendrore e drejtoritë rajonale kemi rakorduar skuadrat që duhet të dislokohen në terren minjer, qoftë nga pikpamja e ofrimit të shërbime parësore, shërbime shëndetësore, sikundër dhe mjetet ekskavator fadroma që janë dislokuar në terren për të frenuar për aq sa mundemi në këto momente. Siç e dini, kotat maksimale janë arritur të Vjosës në këto momente dhe na duhet patjetër që të sigurojmë mbarvajtjen dhe të ofrojmë të gjithë mbështetjen e nevojshme për banorët e zonës, siç e kemi bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Çfarë pritet në ordin? Presim rritje të niveleve të ujrave, presim të vijojmë operacionin e nisur në orët e para të mëngjesit për evakuimin e baktive. 200 krerë në një ferm janë evakuar, po e bëjmë këtë në të dyja anët e Vjosës edhe nga zona e Fierit dhe do dislokohemi me forcat armatosura për mjete kalueshmërie të lartë. Policia është nga dishmëri, shërbimet shëndetësore po bëjnë qarkullimi në banesat e 3 fshatrave që preken, siç e thash kryesisht, dhe jemi në gatishmëri. Nga ana tjetër, shohim që shërbimet kryesore, qofshin këto të energjisë elektrike, të ujit, janë po ashtu në kushte optimale dhe nuk kemi ndërprerje të natyrave shqetësuese për momentin, pavarësisht se kotat e larta shpeshherë krijojnë ndërprerje energjie, stakime për efekte sigurie. Sa familje janë njoftuar për evakuim? Kemi evakuar për momentin 13 familje, nuk kemi proceduar me evakuime të mëtejshme për momentin, do ta japim urdhrin në momentin që shohim që ujrat kanë rrezik të depërtojnë përtej argjinaturave. Argjinaturat kanë mbajtur për momentin, qoftë nga ana e Fierit, qoftë nga ana e Vlorës, janë bërë përforcime, ju e dini shumë mirë, edhe gjatë muajit nëntor. Kanalet janë pastruar vazhdimisht, bashkia ka bërë një punë në terren që realisht është për t'u lavdëruar dhe jemi në kushte ku mund të menaxhojmë dhe të administrojmë këtë situatë. Zoti Ministër, nëse themi që jemi aktualisht në kotat maksimale, por në orën ndihmë ne presim ende rritje. A nuk do ishte e udhës që këto familje, të paktën Fitoria, Mifoli, Bishani, të largoheshin dhe kishin alert për të larguar? Janë të alertuar banorët, i kemi alertuar që mbrëm, që mund të jenë në gjendje që t'i detyrojmë të evakuojmë, jemi pranë tyre, janë mjetet pranë banesave. Dhe në këtë mënyrë do reagojmë shumë shpejt. Pra, urdhri i evakuimit e konsideroj të dhënë, kemi akomoduar banor në konviktet e qytetit, kemi gatishmëri të shprehur edhe nga hotelet në rast se do duhet të evakuojmë më shumë banor. Jeta është përparësia jonë tani dhe infrastruktura kritike për të krijuar dhe vazhdimsinë e shërbimeve publike.